Julian Cumraku dhe Erzen Uka, të arrestuar pak ditë më parë në fshatin Orosh të Fusharësit, u lanë në burg këtë të njëjtën nga gjykata e Shkodrës. Në nisje të seancës, ata kanë refuzuar të çohen në këmbë duke thënë se janë luftëtar të Allahut. Prokuroria i akuzoi ata për mbajtje paleje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit, ndërsa po vijojnë hetimet nëse ata kanë bërë thirrje publike dhe propagandë për kryerjen e veprave me qëllime terroriste. Por sipas avokatit të Erzen Ukës, për klientin e tij qëndron vetëm akuza e armbajtjes paleje. Fillimisht ka vetëm një akuzë, vetëm një ka pas, armbajtje paleje. Unë kërkova vlerësimin e paligjshëm të arrestit flagrant për sa i përket mbrojtërit nga Naim Erzen Uka, i cili është ndodhur në atë banesë në mënyrë krejt rastësore, dhe po në mënyrë rastësore ka shkuar dhe policia e shtetit në atë banesë pasi ka qenë duke bërë një aksion për gjendjen e bimëve narkotike. Fakti që është gjetur në atë banesë, ku ka disa armë, cilat nuk dihet nëse janë apo janë tafta për qitje, apo se janë disa armë të vjetra që janë gjetur në një banesë që nuk ka si lidhje me mbrojtjen nga Naim Erzen Uka, nuk e bën ato përgjegjës për veprën penale të mbajtjes paleje të armëve. I pyetur se çfarë deklaruan dy të akuzuarit për armën dhe flamurin me logon e ISIS në banesë, avokati tha: Cumraku tha, e ka marrë si vllajin tim në banesë, tha, për armët tim mbrojtjen nga Naim nuk ka dieni nëse kishte apo s'kishte armë banesë, pasi po ta dinte se kishte armë, e di mirë që është në ndjekje nga policia e shtetit për shkak të lidhjes së tij me një ngjarje për hapjen e thonjeve terroriste më parë, dhe ai është treguar i kujdesshëm për zbatuar ligjet e shtetit në cili jeton. S'është flamur, është gjetur një shkrim në mur i cili po hetohet si është gjetur, kush gjetur, çfarë lidhje ka pas me flamurin i mbrojtjes nga Naim. Megjithatë, grupi hetimor që në fillim ka pasur dyshime të forta se të dy janë të indoktrinuar me prirje ekstremiste, pasi Erzen Uka, ish komando, ka qenë i dënuar më parë për nxitje të terrorizmit, ndërkohë që edhe Julian Cumraku rezultoni i dënuar më herët. Banorët e zonës kanë folur edhe për një person të tretë, pasi të dy ata janë parë shpesh herë në shoqërinë e një personi me flokë të gjata, po për këtë të fundit avokati i Ukës tha se një pretendim i tillë është i pabazë.